Ka thonë pejgamberi alayhi sallam, "Men istahya min Allah haqqa al-haya", kush nga Allah turpnohet që duhet, falyahfaz ar-ra'sa wa ma hawa. Letërun wa ma wa'a, letëruan kokën dhe çka ka në kokë. Çka ka në kokë? As pari mendimet, marrë për Allahut njëri me menu, për shembull keq për Allahun. Është turp për Allahut me pasi për shembull mendime ose bindje ose kuptime që s'kan bazë. Bestutni, marrë për Allahut, çka kin kryu kështu me shaf me po Allahut xhallah. Në kokë janë edhe syt, është marrë që njëri me lëshu syt ku nuk duhet. Dhe ai që ka turp për Allahut që duhet, erun kokën dhe çka ka në kokë. Në kokë janë mendimet, janë bindjet, janë kuptimet. Në kokë është syni, në kokë është veshi, në kokë është gjuha. Erun gjuhë, këtë është kjo pjesë e turpit. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Falyahfaz al-batna wa ma hawa", letëruan barkun dhe çfarë ka në te. E çka ka te barku? Do mas pari halal. Muslimanët vjen marrë me hungur haram, pe Allah turp se me hungur haram, me fitu haram, çka si takon, pa djers. Shka turpi që e rregullon edhe mendimet, edhe kuptimet, edhe qëndrimet, po edhe ushqimin, edhe fitimin, gjithçka ja rregullon turpi.